Përshëndetje nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në të anën dedikuar të rinjve dhe me asgjë tjetër përveç se me emisionin Të rinjt për të rinjt, ku sot do të trajtojmë një tematikë mjaft interesante dhe tepër aktuale. Do të flasim për temën e bullizmit, por jo si në ditët e përditshme që jemi mësuar ta dëgjojmë nëpërmjet analizave dhe studimeve, por nëpërmjet artit dhe teatrit. Po pikërisht Mikael, kemi shfaqjen Unë flas, është shkruar nga aktori Andrea Pepi dhe gjithashtu e sjell në skenë nga nxënësit e shkollave 9-vjeçare të qytetit të Korçës, me një mesazh mjaft të qartë. Të dëgjojmë zërin e të rinjve dhe të luftojmë bullizmin me mirëkuptim dhe bashkëpunim. Dhe siç e përmendi dhe Flavia pak më lart, është e vërtetë që me ne sot në studio do të jetë aktori Andrea Pepi, i cili është njëkohësisht dhe regjizori dhe nismëtari i këtij projekti, i cili mbart vlera shumë të mëdha. Dhe sigurisht shfaqjet kanë filluar me shkollat e para, të cilat janë Sotirgura dhe Naum Veqilarxhi, të cilat kanë dhënë shfaqjet e tyre, pra dramat me përplot mesazhe në skenën e teatrit andon Zako Çajupi. Përshëndetje profesor, faleminderit që je sot me ne këtu, pranove ftesën tonë. Le ta nisim intervistën të duke folur pak si lindi ideja për të shkruar këtë shfaqje, pra shfaqjen Unë flas. Tani letësia është ajo që paraprin në çdo aspekt të jetës. Bullizmi, siç e thatë edhe juve, është një plagë e madhe e shoqërisë. Dhe shkrimtarët nuk mund të rinë jashtë këtij shqetësimi, sepse janë pjesë e jetës, jo vetëm qytetit të tyre, sepse kjo dramë nuk është shkruar vetëm për qytetin tonë. Kjo dramë ndodhet edhe në Tiranë. Dhe gjithkush mundet ta marrë në bibliotekën e fëmijëve të Tiranës dhe ta vërë në skenë. Por, qëllimi im është që të jem pjesë e shoqërisë. Prandaj, kjo më ka bërë që unë të shkruaj këtë dramë. Unë kam bërë mbi 11 drama, së shpejti do po thoj edhe një tjetër, me problemet që kanë fëmijët në shkolla. Ky është qëllimi im. Të jem pjesë e shoqërisë shqiptare. Atëre, profesor, duke marrë shkaz dhe nga ajo që ju thatë, cili është ai mesazhi konkret që kërkonin të përcjellin nëpërmjet këtyre dramave dhe sigurisht pse zgjodhet pikërisht teatrin si mjet komunikimi? Po e nis nga e dyta. Teatri flet më shumë se sa romani, sa tregimi. Një tregim apo një roman e marrim dhe lexojmë vetë, kurse teatri ju flet 100 vetave, apo tërsallës. Prandaj, edhe jeta ime ka qenë skena. Kam gati 60 vjet që punoj në skenë, por dhe që jam bërë pjesë e jetës së fëmijëve. Teatri është arti i guximit. Dhe ne nëpërmjet teatrit i bëjmë fëmijët jenë të guximshëm të dalin në skenë. Qëllimi pse u shkruaj kjo dramë është se fëmijët e përjetojnë atë peshën e rëndë të bullizmit. Dhe unë ju them, mos i kthejni kurizin, po kthejni mendjen atij që të bullizon. Sepse në qoftë se ti i druhesh, i largohesh, krijon një mëri. Dhe ajo mëria fillon e rritet dhe në një moment fillon edhe pëlqet. Dhe kur pëlqet, nuk është gjë e mirë, sepse na ndodhin gjëra që nuk i kemi parashikuar. Si ka parashikuar asaj që ka filluar bullizmi. Prandaj, unë bëj thirrje që nxënësit që bullizohen, o të trokasin në derën e prindërve, që është e para, ose të trokasin në derën e shkollës. Që të ballafaqohen, dhe ballafaqimi është më i miri. Që ta di pse më bullizon. Dhe ai ta di se çfarë unë pësoj.
Ky është qëllimi im. Mos ju tremb bashkëpunimit, të thosha. Sepse unë bashkëpunoj edhe me drejtorinë, po bashkëpunoj edhe me nxënësit e klasës, po bashkëpunoj edhe me prindërit, dhe kësaja nuk duhet i druhen, por duhet të afrojmë këta. Dhe ky është qëllimi im, që t'u them fëmijëve mos u druani. Po, le të flasim pak për bashkëpunimin. Si ka qenë bashkëpunimi me nxënësit, me shkollat, por edhe institucione si Drejtoria Rajonale e Arsimit Universitar në Korçë. Pra, si ka qenë ky bashkëpunimi? A ka qenë lehtë, a ke patur mbështetje për të projekt normalisht? Po, unë kam vite që vë pjesë në skenë, dramat e mia, dhe gjithnjë kam thënë që kudo, çdo shkollë duhet të ketë grupin e teatrit. Kjo më shtyn që unë të jem pranë shkollave, se dhe këto i kam vënë me shkolla, me nxënësit. Drejtoria arsimore e priti me entuziazëm, sepse është një gjë që nuk është bërë ndonjëherë. Kjo është për herë të parë që një dramë vjet në 10 shkolla një herësh dhe vendosen nga gati mbi 90 fëmijë dhe 10 mësues, që dashën po dashën bëhet edhe për mësuesit bëhet një eksperiencë. Një eksperiencë. Por më duhesh edhe bashkëpunimi me qendrën kulturore. Qendrën e Artit dhe Kulturës. Artit dhe Kulturës, e cila ma dha mundësinë që ky projekt, kjo ide, që kjo dramë të vendoset në të gjitha shkollat e qytetit, sepse nëse do vihet edhe në shkollat e fshatrave. Sepse edhe ata kanë problemet e tyre. Mund të ketë nxënës të talentuar apo jo? Po pra, po që këtu dalin. Që këtu dalin. Ndaj një nga detyrat tona është të përgatitim brezën e ri. Unë kam qenë drejtori i qendrës kulturore të fëmijëve për 8 vjet. Dhe atje kam ngritur grupet e teatrit. Çfaqet që vinim në skenë, vinin dhe i shikonin në skenën e qendrës kulturore të fëmijëve. Vinin në shkolla. Po kemi patur dhe grupe recitimi. Po kemi patur dhe gazetë, e cila përhapte të gjitha aktivitetet që bëshin në qendrën kulturore të fëmijëve. Prandaj, duhet ta shikojmë në kompleksitet. Në shfaqja ka nevojë për autorin. Autori ka nevojë për fëmijët, domethënë për aktorët. Dhe aktorët kanë nevojë për skenën. Dhe ne ja kemi ofruar skenën. Për këtë falenderoj. Edhe qendrën kulturore, edhe drejtorinë arsimore. Po. Por, profesor, a mendoni se përmes teatrit mund t'i ndihmojnë fëmijët të familiarizohen më shumë me skenën dhe pse jo ta shikojnë atë si një profesion të së ardhmes, pra të nxjerrim talente të rinj për pjesën e aktrimit, këngës, kërcimit? A mendoni se mund të jetë një shtys shumë e mirë aktivitete të tilla? Sigurisht. Shkollat janë baza e lindjes së këtyre talenteve. Kështu duhet ta shikojmë shkollën. Unë pasi u largova si drejtori i qendrës kulturore të fëmijëve në 2006, punova në shkollën Ismail Qemali si mësues muzike. Por unë atje ngrita grupin e kërcimit, ku mësuan tangon, valsin, kadrillën, çalestonin, vallën popullore. Po ngrita dhe grupin e recituesve. Gjithashtu vura dhe një pjesë nga pjesët e mia teatrale. Kështu që edhe sot më kujtohet që më ndiqnin fëmijët që profesor është rradha jonë sot. Domethënë, ata të vallës kërkonin prova më shumë, ata të teatrit po gjithashtu. Kalonin mirë.
Jo, se cili ishte grup më vete. Po kalonin mirë me njëri tjetrin, ju pëlqente shfaqja. Po patjetër, ju pëlqente të qenurit pjesë e aktiviteteve. Prandaj them, se unë e kam provuar, unë kam punuar me fëmijët që kur kam qenë 16 vjeç. Edhe pasaj kur fillova shkollën, edhe gjatë shkollës, por edhe pas mbarimit të shkollës, në teatrin e Fierit unë kam ngritur për të parë grupin e teatrit të fëmijëve, i cili kur unë po largosha u dekoror me urin e na infrashit klasit të dytë, për aktivitetin e madh që bënin. Bënin 3 shfaqje në vit. Dhe vinin shkollat si lumë, vinin i shikonin. Atje lindën dëshirat e fëmijëve. Dhe sot, disa prej tyre janë aktor shumë të njohur, regjisor shumë të njohur, pedagog shumë të njohur. Pra, është një eksperiencë që ka dhënë rezultat. Edhe kur era në qytetin e Korçës në 84, edhe këtu e ngrita grupin e teatrit të fëmijëve, dhe kemi dhënë edhe dramat të autorëve të tjerë, por edhe dramat të fëmijëve. Por kam vënë edhe me estradën dhe me teatrin profesionist shfaqje për fëmijë. Po, ne përmendëm në hyrje që vetëm 2 shkolla kanë mundur të japin shfaqjen, ndërsa të tjerat janë në proces, por si ndjeheni teksa shikoni nxënësit që interpretojnë një shfaqje të shkruar nga ju? Cilat janë ato emocionet? Unë kam interpretuar në mbi 60 drama. Kam interpretuar shkrimtarë shumë të njohur, komedianë shumë të njohur. Kam interpretuar në film. Sigurisht që kam ndjerë kënaqësi sepse kam marrë duart të kitit nga spektatorët. Por kënaqësia më e madhe është kur shikon që idetë tua shpërfaqen nga fëmijët tek fëmijët. Kjo është kënaqësia më e madhe. Atëre, profesor, duke marrë shkazde nga ajo që ju thatë, pra kënaqësia që keni me fëmijët e rinj të cilët jo vetëm që edhe në skenë shfaqjet tuaja, por punojnë aq fort sa nxjerrin në pa dhe mesazhet që ju doni të përcillni. Unë do doja të dilja tek një pyetje që në momentin kur ju na përmendët që keni pasur nxënës ose student që ju i keni mësuar dhe sot janë regjisor dhe aktor, a jeni krenar domethënë duke parë punën tuaj, e cila ngrihet avash avash dhe të gjithë nxënësit që ju keni nxjerr kanë arritur shkallët e suksesit? Sigurisht, një prej nxënësve të mi më shkruan të në Facebook se u bë publike edhe kjo afisha që është bërë, është një afishe shumë e bukur, shumë e ndërtuar me mençuri. Më thoshte që profesori ditë të zgjedhë nxënësit. Jo se kam ditur të zbuloj nxënësit, por kam ditur t'i ushqej nxënësit. Sepse tek çdo njeri ka një lloj talenti. Cilësia e mësuesit është t'i ushqej. Jo të kërkoj ati që ata se arrin dot. Ata do të arrin gradualisht. Nuk ka asnjë aktor që të hyjë në skenë dhe të mos doj ta bëj mirë. Kemi pasur regjisor që thuri në bërtis. Pse? Provësht. Si puna një artim, shkruan, s'na pëlqen, e fshim. E fillojmë nga e para. Kështu është dhe puna e aktorit. Gradualisht, ti ngjitim shkallët gradualisht, por me mençuri, ta ushqejmë atje ku ai ka nevojë për ushqimin tënd, për dorën tënde të ngrohtë. Unë kam punuar dhe me shkolla të tjera. Më kupton? Po. Dhe fëmijët më kanë pritur me shumë dashuri. Sepse dashje pa dashje, unë di më shumë se mësuesja. Se mësuesja nuk është e profilit tim. Por që i kam parë që porositë e mia ata i kanë
dëshiruar prekosh. Dhe unë ja u kam dhe. Dhe ata i kanë realizuar. Kjo është më e rëndësishme në fund fare, që këshillat tuaja i kanë marrë parasysh dhe kanë arritur të nxjerrin në skenë dy shfaqjet që ne kemi parë deri më tani dhe shfaqjet që priten të dalin në teatr. Po, këtu do të dilja edhe unë, a keni ndonjë plan për të realizuar ndonjë shfaqje tjetër në të ardhmen, një ide ose një mesazh që doni ta jepni në skenë? Po, gati e kam në përfundim. Do të jetë me fëmijë të vegjël? Sigurisht me fëmijë. Profesori vazhdon me fëmijë sepse dhe në shpirt është i ri. Apo jo, profesor? Kam një dramë, nuk dua ta them, po ju them diçka vetëm që jam krenar. Domethënë, njeriu duhet të jetë krenar për biografinë e tij edhe të stërgjyshërve të tij. Se ka shumë më herë raste që i bullizojmë. Ti e këtu, ti e kështu. Jo, ne do të jemi krenar. Se çdo krajinë në Shqipëri ka pjesën e saj të mençurisë, të edukatës, të kulturës. Kështu që ne do t'i respektojmë. Po do t'i respektojmë ne që jemi pjesë e atij komuniteti. Këtu në Korçë për shembull janë disa komunitete. Dhe unë për këtë po i shkruaj. Jam për këtë që fëmijët të jenë krenar për atë që janë dhe bëjnë. Për plejardhjen e tyre dhe për plejardhjen e stërgjyshërve të tyre. Po. Profesor, ne të falenderojmë që ishe me ne në studio, por përpara se të largohemi, kërkojmë një mesazh i cili do të shërbej dhe do të vlej për të motivuar të rinjt që të vazhdojnë botën e artit, të vlerësojnë ato të çka lexojnë dhe të marrin parasysh këshillat, jo vetëm tuajat, por të gjithë regjisorëve. Njeriu në jetë duhet të provojë. Nëse nuk provojmë, nuk dim se kush jemi. Unë kam qenë dhe sportist. Kam qenë sportist i kombëtarës. Por, në fund, kur unë duhet të zgjidhja se çfarë duhet të bësh në të ardhmen, zgjodha rrugën e artit. Por provova dhe sportin. Dhe këtyre ju them që provoni brezit tuaj. Provoni dhe mundoni që gjatë provave të gjeni veten tuaj, se ku do të shkon. Vajza që ishte që pari këtu, ka qenë nxënëse e ime që e kam përgatitur unë për në shkollë. Dhe e kishte me dëzim, do fitoj, s'do fitoj. I thash, po të punosh me seriozitet, do ta fitosh. Edhe ashtu në. E fitoj. Po. Ju falenderojmë shumë, profesor, ju urojmë shumë suksese dhe vlezi pres që të shohim të gjitha shfaqjet që do jepni në skenë. Ju falender dhe juve që më dhath mundësinë që idetë e mia, qëllimet e mia ti publikoj. Lum ai që ka sy dhe shikon, lum ai që ka vesh dhe dëgjon. Të falemderit për këshillat, profesor. Do t'jemi ndoshta prap kur të edhe shfaqjen tjetër në skenë për të na folur edhe për të. Për të folur më konkretisht për pjesën. Atëherë kemi qenë me profesorin dhe aktorin Andrea Pepi, ju njoftojmë se do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish me të ftuarit e radhës. Jemi rikthyer sërish në studio dhe në puntatën e sotme kemi krijuar një mënyrë ndryshe. Do të jemi tani me nxënësit, të cilët kanë patur mundësi të japin shfaqjen në teatr, me shfaqjen për cilën folëm edhe me profesorin pak më parë. Do të jemi tani me nxënësit të shkollës Naum Veçilarxhi. Përshëndetje fëmijë. Përshëndetje. Faleminderit që jeni sot me ne. Faleminderit ju. Mund të na bëni pak një prezantim të vetes tuaj dhe çfarë klase jeni? Atëherë, unë jam Emily, kjo është Manuela, Luisi dhe Neria, ne jemi në klasën e 7. Atëherë, fëmijët dëshirojmë të pyesim, duke qenë se tematika që profesori zgjodhi është mjaft e prekshme dhe ne e shohim prezent në ditët tona, sidomos dhe në shkolla. Do doja t'ju pyesja ju,
A keni vënë re që gjatë periudhës ndoshta që ju zhvillonit shfaqjen dhe ose kur morët vesh për këtë lloj shfaqje, a i shikoni prezent bullizmin në shkolla? Po, e shikojmë shumë, ku nxënësit e kalojnë këtë me njëri tjetrin, por nuk e kuptojnë gjithmonë se sa serioze është. Po nxënësit e tjerë si e mendojnë këtë pjesë? Mund të na flasë cili pak për opinionin e tij? Mendoj se të gjithë nuk duhet të bullizojnë, siç është dhe tema, por nuk është se respektohet shumë. Pa. Ai djaloshja e Luisi duhet më flasë, mos e gaboj emrin unë, Ai duhet më flasë se djemt merren shumë me njëri tjetrin. Po. Është e vërtetë, por nuk është se është dëgjuar shumë e rë. Nuk tregoni ju, Bëni kështu sa ka njëri tjetrin, ngacmoni ndonjë çik vajzat ose shokët e tjerë apo jo? Ajo ndodh për ditë. Shiko. Atëre, t'ju pyes si ishte të bëshit pjesë e kësaj shfaqjeje? Si u ndjet që morët pjesë? Unë personalisht jam ndjerë me thatë dhe krenare, sepse përmes rolit tim kam shprehur se bullizmi është një temë që duhet trajtohet më shumë dhe t'japim mesazhe që nëse munden të na dëgjojnë. Pa. Nga një mendim për të gjithë Unë dua të gjithë të flasin, të gjithë. Dhe unë të njëjtin mendim kam, mendoj se është shumë e rëndësishme dhe jam krenare që jam pjesë. Pa. Gjithashtu dhe unë është një temë shumë e rëndësishme. Bullizmi nuk duhet të ndodhë, sepse mund të preken shumë. Pa. Po, i njëjti mendim. Të njëjtin mendim, të njëjtin mendim ndan dhe ti. Por çfarë keni mësuar diçka nga kjo shfaqje që ndoshta nuk e mësoni në shkollë? Unë kam mësuar se të bullizosh, do më thënë të thyesh dikë dhe Pra e lëndon shumë personin tjetër dhe është shumë gjë e gabuar apo jo? po. Mirë, t'ju pyes pak duke qenë se ju jeni disa aktorë të rinj, Po. ju pëlqeu domethënë mënyra se si profesori dhe mësuesja juaj ju organizoi? Shumë. Tani mund të më përmendni se cili ndonjë moment që keni pasur që jeni ndjerë mirë, pra keni bërë humor me njëri tjetrin, keni kaluar bukur, ndonjë shaka aty, diçka që ju ka ngelur në mendje, ose nga shfaqja brenda? Mua më ka ngelur në mendje inkurajimi dhe besimi që mësuesja na dha pa hyrë në skenë, ku ne mësuam se si të hyjmë më shumë në rol. Po. Profesorja na inkurajonte shumë, na ndihmoi të kemi vetë besim. Po? Luis? Bravo. Ne në fillim nuk u kishim aq shumë besim tek vetja. Atë tha dhe profesori, që mësuesi mirë duhet të ushqej atë lloj besimi. Po. Dhe me inkurajimin e profesores arritëm ta zhvillonim atë shfaqje. Po ti vajzë e vogël një mendim atë. Mësuesja fliste shumë me dashuri dhe në mënyrë që ne të kuptonim, na jepte edhe këshilla dhe na bënte shumë të lumtur në mënyrë që të jepnim shfaqjen sa më mirë. A e shihni veten aktor të ardhshëm? Po. Pse jo? Ju pëlqeu shumë, mirë se jeni akoma të vegjël, do shikoni akoma shfaqje të tjera që do të merrni pjesë dhe jam i bindur për këtë gjë. Por do doja të kaloja, në rast se më sa kjo është një pyetje pak shumë e ndërlikuar, por që do doja ta bëja më thjesht. Në rast se do të kishit mundësinë dhe shfaqja juaj do të pëlqejë aq shumë, a do të ishit gati që këtë shfaqje ta jepni dhe në qytetet e tjera, sepse jemi të vërtet në atë që themi, bullizmi nuk është vetëm pjesë në qytetin tonë, në qytetin e Korçës, ka dhe qytetet e tjera dhe fëmijë që mund të vuajnë në qytetet e tjera të Shqipërisë. A do të bini dakord të shkonit? Po. Një ekskursion të vogël? Po, do na jepni një mesazh kështu për bashkëmoshatarët e tuaj që të mos bullizojnë, atë çka ju keni mësuar nga shfaqjet, ta sillni një formë mesazhi për bashkëmoshatarët e tu? Atëre bullizmi, siç e tha dhe ju, është diçka shumë e përhapur nëpër shkolla, por jo vetëm aty, edhe në vendet e tjera, por një mesazh që do të jepja unë është që kur ne bëjmë shaka, duhet ta mendojmë atë para se të flasim, sepse të bësh shaka mund edhe të lëndosh. Po e mora veshun, po më thuaj edhe një tjetër vëskla. Po e mora veshun një mesazh të vogël që ndoshta mund të shtyjë edhe fëmijët e moshës tënde që të marrin pjesë dhe ata si ty. Po.
Bullizmi është shumë i përhapur, por kjo duhet të ndalet sepse ka njerëz që mërziten, fyen dhe mbyllen në vetvete nga dikush tjetër që i bullizon. Bullizmi është një gjë që shkakton lëndim tek njeriu tjetër dhe që nuk u duhet të përhapet dhe shumë. Dhe me shfaqjen që ne bëm, dua që të gjithë fëmijët ta kuptojnë dhe të mos e përsërisin. Dhe vajza? Bullizmi është shumë i dëmshëm në shoqëri, sepse ka disa njerëz që e marrin shumë keq, duan të ndryshojnë veten ose futen depresion dhe nuk është diçka shumë e mirë. Pra bëjnë veprime të cilat nuk duhet i bëjnë. Po. Mirë, atëre kalamajnë ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit ton, ndat me ne informacione nga shfaqja, momente të bukura dhe sigurisht mesazhe. Tani ne ju urojmë të kaloni sa më mirë dhe shpresojmë të takohemi me shfaqje të tjera. Faleminderit. Edhe të gjitha mesazhet që morën nga shfaqjet i praktikoni edhe në jetën e përditshme. Edhe ti udhëzoni edhe bashkëmoshatarët tuaj që të mos bullizojnë. Po, besojmë se në anë të shfaqjes së dham mund të na kuptojnë, sepse nuk është e thjesht një shfaqje. Po. Ju shumë suksese ju urojmë. Faleminderit. Kalofshi sa më mirë. Pafshim. Tani do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi me shkollën Sotirgura, nxënësit e së cilës kanë dhënë gjithashtu një shfaqje me po të njëjtën temë. Por Mikael, para se të kalojmë me nxënësit e shkollës tjetër, do doja që të falenderonim pak Nik Optika, sponsorin e emisionit ton. Patjetër Flavia, sepse siç e kemi thënë dhe vazhdojmë ta rithemi, kujdesi për syt është një nga gjërat më të rëndësishme, sidomos për të rinjtë e moshës tonë. Dhe për ne që punojmë këtu në televizion, ti beson më kupton drejt, por me sa kam informacion Nik Optika përveç aparaturave të teknologjisë të lartë patjetër diskutohet dhe një staf i cili ka një shërbim fantastik, ka futur në lojë dhe disa mënyra të reja mbi vizitat që ju ofron fëmijëve, kryesisht fëmijëve të cilët kanë dhe ato pak frikrat e tyre që po shkojnë te doktori, Por Flavia, mos harrojmë dhe sigurisht vërtet xhamat e një cilësie mjaft të lartë tek syzet optike, por dhe vera po afron, ha? Patjetër, syzet e diellit janë domosdoshme. Dhe Nik Optika ofron syze diellit të markave nga më të njohura dhe nga më të kërkuara tregut. Po pra, dhe një mund të përmendim që është Ray-Ban. Ray-Ban, patjetër. E gjeni shumë thjesht tek pedonalja e qytetit. Rikthehemi shpejt. Dhe tani do të kalojmë tek shkolla e radhës siç e përmendi dhe Flavia pak më parë. Do të jemi tani me nxënësit e shkollës 9-vjeçare Sotirgura, të cilët ashtu siç fëmijët e Naum Veqilaxhit kanë dhënë në skenën e teatrit një shfaqje mbi temën e bullizmit. Atëre, Kalamaja, përshëndetje, më dëgjoni? Sa shumë që qenë kanë. Me zër po i merr kamera. Atëre, pa humbur kohë, ndërkohë që ju po bëheshit gati, unë këte po ju dëgjoja që po përgatiteshit lidhur me prezantimin e vetes. Po. Tani secili shpejt siç u përgatitet bëni prezantimin. Unë jam Rea. Edhe unë jam Rea. Unë jam Cindy. Unë jam Samueli. Unë jam Marina. Unë jam Sara. Unë jam Deliona. Nga cila klasin ju? Ne jemi nga nxënësit e klasave të 7 dhe të 8. Shumë mirë. Tani, para se të kalojmë për të folur pak për shfaqjen, unë doja të na flisit pak si është shihni bullizmin në jetën tuaj të përditshme. Keni ndonjë rast personal ose rast të miqve tuaj që keni parë? Po, me patjetër. Bullizmi është shumë në këto shkolla, edhe gati çdo nxënës ka nga një rast të vetin. Por për sa i përket shfaqjes, do doja të futesha unë. A kaluat mirë në shfaqje, si unë ndjet që ishit pjesë e saj? Sigurisht që po, me gjitha emocionet dhe përjetimet që kishim, por në fund t'ja dolën falë për kushtimit të profesores tonë. Mund ta marrë këtë mendim nga të gjithë, domethënë mbi ndjesitë se si kaluan në shfaqje? A kishit emocione, pak frikë, pak dyshim tek vetja? Sepse jeni aktor të rinj të vegjël. Po, kishim pak frikë në fillim edhe emocione, sidomos kur mësuam që do na dëgjonte edhe profesor Andrea. Po, ja dolët. Gjithashtu ishte një ndjesie e mirë, pasi ne dham një mesazh për jo vetëm për fëmijët, por edhe për të rriturit. Po, kryesisht për duhet të kuptojnë dhe fëmijët e moshave më të rritura konkretisht. Po cila është diçka që ju pëlqeu më shumë? Secili të më thot atë gjën që ju pëlqeu më shumë nga shfaqja. Më pëlqeu shumë personalisht sepse përsollëm një mesazh shumë të rëndësishëm që nxënësit të kuptojnë nëse ndihen të bullizuar që nuk janë të vetëm dhe ka shumë raste në gjithë botën.
Secili, çfarë ju pëlqeu më shumë? Më pëlqeu më shumë pjesa se rolet tona tregonin që nuk duhet të kemi frikë për ta treguar bullizmin, por duhet të kemi besim në vetja, sepse ai mund të parandalohet dhe të ndalohet plotësisht. Mua më pëlqeu se çdo kush mund të gjejë veten në njërin prej personazheve. Ti personalisht personazhin e kujt kishe? Unë kisha gjyqtaren. Gjyqtaren. Ti vendosi rregullin. Po. Po të tjerët çfarë role kishin? Unë kisha Mirelën, Unë kisha Pandushin, unë isha prezantuese, Unë kisha Paulën. unë nuk kisha rol, po resto. Okej. Ndërsa unë kisha rolin e Anës. Okej, përveç prezantueses dhe gjyqtares, të cilat e kuptojmë çfarë punë bënin, këta emrat e tjerë mund na i shpjegoni pak se me çfarë kishin të bënin, pra fëmijë, të cilët çfarë bënin në skenë? Roli im ishte që një vajzë nuk ishte aq e mirë në lendën e matematikës dhe kërkonte shoku ndihmë me patjetër. Dhe më pas, kjo situatë kaloi në ofendime dhe Po, dhe në përjetoj fund- bullizëm. Po. ndërsa unë isha shoku që vajza i kërkonte ndihmë dhe e raportova këtë gjë tek gjyqtarja për shkak të fjalëve të fyese që ajo përdorte. Në rolin tim, fliste për spionimet e ndryshme që bëjnë nxënësit tek mësuesja dhe për jetimet që ata marrin. Ndërsa unë isha ajo vajza e cila nuk isha aq e mirë në sjellje, edhe bullizoja dikë për shkak të sepse ishte i shëndosh. A e shihni veten aktor të ardhshëm? Po. I keni ndarë kështu preferencat tuaja? Çfarë dëshironi që të bëheni apo është ende herët? Është pak herë. Është herët. Tani unë do doja t'ju bëja një pyetje duke qenë se në moshën tuaj kanë qenë dhe fillimet e mia, pra pjesa e artit dhe aktrimit që unë kam luajtur në shkollë. Besoj se edhe ti Flavia në atë lloj moshe pra kemi filluar dhe sot vazhdojmë dhe punojmë në teatr. Unë si aktor me shfaqje domethënë që zhvillohen të mirëfillta, por edhe pjesë e RTS Korçës me emisionin që kemi ideuar dhe Flavia si prezantuese, aktore dhe pothuajse ndinjta gjëra. Më kuptoni? Tani do doja t'ju pyesja. Si ishte të jepnit në skenën e teatrit, duke qenë se është një skenë shumë e madhe dhe ka jashtëzakonisht persona të cilët ndjekin, pra publik. Si ishte, si u ndjeta, kishit emocione, frikë? Fillimisht ishte pak e vështirë, pasi donim të përsillim gjën e duhur tek spektatorët që po e shikonin shfaqjen, gjithashtu dhe tek profesorët që ishin munduar me këtë gjë, por në fund ja dolën dhe nuk ish gënjur. Po ashtu ishte një eksperiencë shumë e bukur që unë asnjëherë nuk të harroj. Sigurisht që kishte emocione, por fal përkushtimit të mësueses ne ja dolëm. Kishim dhe emocione nëse do t'i harronim ato fjalë të rolit. Teksti. Po. Ishte një ndjenjë shumë e veçantë. Unë nuk kisha emocione sepse kam prezantuar dhe më përpara shfaqjen në shkollë, por me përkushtimin e profesores në mbështetjen e saj ne ja dolëm banë. Po, vërtet mund të kemi emocione, po kur shkojmë aty duhet të harrojmë që ka njerëz të tjerë dhe të përqendrohemi tek pjesa jonë më shumë. Do na jepni të gjithë nga një mesazh për bashkëmoshatarët tuaj që dhe ata të mësojnë që bullizmi është i gabuar, nuk duhet përdorur, por gjithashtu dhe të angazhohen si ju në aktivitete të tilla të bukura. Sa herë që një nxënës mendon të bullizoje, ai duhet ta ver veten në hapat e tjetrit. Duhet kujtojmë se nuk jemi kur vetëm, gjithmonë kemi një person pranë, dhe se të gjithë jemi të ndryshëm dhe kjo është dhurata jonë. Duhet të kujtojmë që të gjithë kemi të drejta të barabarta dhe nuk duhet të cënojmë të drejtën e jetesës së të tjerëve. Duhet të mendojmë përpara se të veprojmë, pasi fjalët tona mund të fyejnë dhe të lëndojnë shumë keq të tjerët. Të drejta jona mbarojnë kur nisin të drejtat e tjetrit. Kjo ishte një shprehje shumë e bukur. Po. Nuk duhet ta lëmë bullizmin të shtohet, dhe duhet ja tregojmë dikujt tjetër, sepse më pas do të agravohet më shumë. Sa herë të bullizojmë duhet të mendojmë edhe për pasojat. Shumë mesazhe të bukura, edhe ndjem kaq mirë që keni marrë mesazhin në mënyrën më të duhur edhe po interpretoni kaq bukur dhe ne ju falenderojmë shumë që ishit sot me ne. Ju urojmë shumë suksese dhe të merrni pjesë të sa më shumë aktivitete të tilla, sepse nga eksperienca ime është gjëja më e mirë që mund të bëni për veten tuaj. Faleminderit juve. Kalofshi mirë. Mirupafshim. Mirupafshim. Dhe Ja për Mikael. Tani kemi mbërritur në fund. Dhe unë e shijova vërtet shumë këtë emision, duke qenë se profesori dhe aktori Andrea Pepi
Foli në përgjithësi për të gjithë shfaqjet që ai ka dhënë, historikun për ku ka punuar, pra që kanë ngritur grupe të teatrit, pra kanë pasur gjithmonë atë qëllim që arti të mos mbetet në hije dhe pa të rinj. Pra pa brezin e ri, i cili duam apo nuk duam ne ta besojmë, është ai që në një moment do të mbart të gjithë vlerat dhe të gjithë përgjegjësinë për artin. Me këtë lloj gjëje kuptova unë që profesori dëshironte të theshte nëpërmjet shfaqjeve që ai ka dhënë dhe nëpërmjet tematikave që ai shkruante. Sigurisht më pëlqeu dhe shumë ajo pjesa e fëmijëve, sidomos mesazhet në fund që ata jepnin, kuptova që është diçka shumë e mirë që vetë të rinjt ti marrin këto iniciativa për të luftuar këtë fenomen që ndodh tek të rinjt. Edhe unë Mikael e shijova shumë dhe gjithmonë i shijoj shumë të puntatat që ne i realizojmë me të rinj dhe i kemi kështu në lidhje dhe janë fëmijë të vegjël. Edhe e kuptojmë që bazat edhe ato themelet hidhen që në moshë të vogël. Edhe ne diskutuam për një fenomen i cili është mjaft i përhapur, edhe një fenomen që nuk duhet lënë hije, dhe jam shumë e lumtur që profesori, aktori pati mundësinë që idenë e tij ta hidhte në letër edhe fëmijët më pas ta merrnin dhe ta interpretonin, sepse është shumë e rëndësishme që të mësojmë fëmijët që në moshë të vogël për rëndësinë e gjërave të drejta dhe të gabuara. Sepse në atë moshë më të hershme mund të arrijmë të parandalojmë diçka. Në momentin që ata arritën, pastaj është shumë e vështirë të ndryshojë diçka që është bromosur. Tashmë, kështu që është shumë e lumtur që patëm mundësinë të kishim një puntatë të tillë dhe uroj që të realizohen sa më shumë aktivitete, shfaqje, të cilat kanë mesazhe dhe tematika mjaft të rëndësishme për të rinjt edhe për shoqërinë. Sepse dhe diçka tjetër, domethënë duke dal pak nga tema, në rast se do të marrim parasysh që në emisionin ton shumë të rinj të talentuar vinë kryesisht nga botë e artit, por janë gjimnazistë. Duke marrë parasysh që po hidhen shfaqje edhe tek pjesa e 9-vjeçarës për nxënës të cilët janë në klasat e 6-ta, 7-ta, të 8-ta, mund t'i paraprim një seriozitet dhe një përgjegjësi shumë të lartë, sepse në momentin që këta të rinj arrin të mësohen me skenën e teatrit, pra arrin të mësohen me ngarkesën, me provat, me disiplinën, po dhe me arti dhe kulturën që është shumë e rëndësishme. Sepse teatri dhe çdo disiplinë e saj kërkon atë që e përmenda edhe pak më sipër, të mëson se si ti jesh i rregull dhe i disiplinuar. Pra të respektosh skenën, të respektosh kolegun tënd, regjizorin dhe sigurisht të dëgjosh dhe të arrish të kuptosh atë që je duke bërë. Pra, do doja të dilja edhe tek diku tjetër. Unë flas një shfaqje e interpretuar nga nxënës të rinj, më saktë nxënës jashtëzakonisht të vegjël, të cilët kanë kuptuar se në cilin realitet jetojmë nëpërmjet vargjeve dhe nëpërmjet tekstit të një aktori mjaft të njohur si Andrea Pepi. Ja vlen të shikohet, të dëgjohet dhe sigurisht të ndihet dhe të kuptohet. Mos u humbisni sepse shfaqje të tjera po hidhen në teatr lidhur me këtë temë, por nga shkolla të tjera. Edhe emisioni jonë është i hapur për gjitha këto aktivitete kaq të bukura, edhe le të urojmë që të jenë sa më shumë aktivitete të tilla që të kemi në emision. Tani kemi mbritur në fund fare. Do të shihemi sërish të në ardhshme me tematika mjaft interesante dhe të bukura për ju. Mos harroni në orën 17 në ekranin e RTS Korça. Kalofshi sa më mirë. Kalofshi sa më mirë.